Dönat, nuk e din çfarë dashnia. Atë veç porë dën, luksin. Kërë shtrejta, ke po shumicën tash i ki, ma shumë ki femna me kërë me X6, me X5, se me shkuj. Ka i kam po aty, po me njerëz. Po çfarë njerëz aty të net kërën X6. Po ne për as nuk më martu, as me familja. Aty dën luksin, shkojnë që ka veç luksin në sholla kur hac bohan. Përshëndetje, ai lo. Pas ka raqe me më tha dikush, a e lë. Që saktë më ka thonë dikush. Po çfarë respekti, më thonë ai lo ai mirë. Kjo kërësura respekti tash. Faleminderit shumë. Se jem në tani pozicion që tash shumica dhe me thënë nuk trajtohet i mirë. Po shumë e vërtetë është. Pse ky respekt ka? Se ka hup shembull, se mas për e ka prish teknologjia njerëzit. Teknologjia fundit që do me telefona, ke po të këshëri veç pak, po ta bëni pyetje shumë për 2010 se kënej. A ke po në fëmijë të luajt futboll ose me top në shkon për pora. Shontoski. Këti mbon fëmia mbi pesh. Ki fëmijë sa diko 13-14 është mbi pesh. Ati ai s'mundet me vrapu. Sot mi kokosor si për shembull hajt zon 300.000 shau për zon, e kanë ashta më shumë me të cilën duan në dalë që një sonëis me mua. Kur një se janë mbi pesh, nuk janë s'kan energji, veç ishin telefona, trosh, në përshkolla më nxecën, rinia sot shumë pesh, mbi pesh. S'ka aktivitete? S'ka aktivitete për shkak të shkolla pavarësia shembull. I kishin çet në akin telefona. S'shet u bë aktivitet, nuk ishte me vrapu si përpara, tash për 2010 ne këtë mini kim mbi pesh. Është po i prindë që ndoshta pak mastori kanë. Jo, foj prindë që e bli mas për telefonin. Se a ke po, këtë në shas nuk mësoj mirë për shembull. Ju që këna mësu për nave, por me këna bonomin, po shembull tash i kanë aftësinë, i kanë këtë kushtet, në përpasin e pas kushtet. Tash i kanë këtë kushtet, telefona, fëmia mbi pesh. Tani a ke po më shumë shkojnë rinjat e mia kusht se këta që më të. Eksakt. Këtë rinjë se këtë mbi pesh, shumë pesh e rom. Këtë mi 15 i kanë 90 kg sot. Çka vjen e pesh aty? Se telefon, me hongër me pikë antrat mira, telefon, edhe plus këtë ki shumë se ke vina 30-40% e ki me syza, se telefonit prish. Non stop në telefon kompjuter, telefonit prish. A je prindi? Ja hala se mi martu hala. A çfarë prindi pas ke bukon? Ja, telefon fëmis mas po këtë në 15 se kisha bli heq. Jo. Arroba se i aprish syt mas po. Se fëmia e merr që të sa mo shikimin e merr pe fillimet. Si ti aprish telefonin fëmijë, e ka si 6 vjet ki fëmijë me telefon dorë thot. 6 vjet, 7 vjet ki me telefon dorë. Po thotë që fëmijë të 15 vjet si kishe lo. Jo, harrova. Po çka nëse s'dëgjon fëmia? Jo dëgjon, më thon pe fillime, ja blini telefon thjesht be. Një telefon thjesht, jo vetëm non-stop kompjuter. Non-stop kompjuter, non-stop telefon aty, ato do të më shti me vrapu aktivitete, asnjë aktivitet. Pe dimë a ke po kon as tu pa nuk shesin mu. As në hiç shkon të shkoj kanë hiq se shkoj si lunë fëmijë. Kështu për pora ke postë mbas po të 100.000 të rytë me ta për shembull. Te fakulteti teknik i ka pas plot full që është të tash ti asnjë hiç. Statusi i single, a? Po. Çu shosh me qenë single? Më mirë, më rahat. Se po të më mirë be? Më rahat besoj. Shumë më rahat, çamo jo, ja të e as dy të. Hajt më rahat pak, me shiu edhe pak tani kur të martoj me milion kë. Ti shiu hala mu të ke. Opa, me shiu. Sa? Po. Një e dy. Një e dy. Po. Sa vitën pali ki? Ona 37. Mashallah. Amen. Gjaliri. Te so i vje? Te so. Po të kallë mas kamerës. Kështu. A do të sot sa është problem me gjet një vajzë të hajrit? Jo që nuk po me hingjina me femna, se dhe pa kushtet e jetës. I kam bostu të femna tash edhe po je po dalin, po jo se sot për shembull është në Evropë. Se ka edhe femna shumë bukura, ka edhe shumë sjellshme. Nuk kanë këtë njëjtë çfarë thonë. Se të ndorja vjen për shembull, mos për shembull ja është njëri të punuja ja. Çati është për shembull të ndorja, se jo ndoshta kështu se këtë botën të femna dalin se. Shpjegoni se femën ka pas të kaluar. Shpjegoni femën nëse ka pas të kaluar për me marr për. Po më kish shpengu pak, po na shpjegoj se për shembull tash ti po flim drejt, në femën mo se këtë në herë nuk ka mo kur ja punë. Çka u rëzoi këtë fjalë? Sa të virë gjëra? Po jo, pra ja problem, kur tash ti për shembull po ma demokrat, për shembull as më shkoj të në rahat për shembull, se për shembull nëse për shembull femna do me një, do shtat ti do me dikon, po ti vetë pas po që të vetën ti, edhe ti e dol, po femna do më, si sunë anon ato. Se shumica e burrat kanë çfarë projekti me dal, a gratë që dalin e më thënë i pengojnë. Po çfarë janë burrat xheloza më shumë. Xheloza. Po to, a? Po, se për shembull, çdo e kështu shembull meshkuj. Kanë parfima të shtrejtë në kerë, a kanë? A e kokrun shpeko qikat për martesë djelt, a djel me tjera. A e vërtet është. A o që ashtë? A me që të i dyti ka dashore? Një dyti... Ilegal. 100%. Rafë 100% i sigurtin për këtë. Që më
Mi ki për atë burra? Po ata burra që lësh ka tash s'po më përfshi shembull nashta keq. Po kam bu nashta s'kam bu këtë po kam kanë qef me ndrru bre, ndrru. Tash u bë demokrat këtë në tana lirit në tana Me ndru pas me pas gru që sa vjetë me ndru. Ata kanë gabim. Ata që janë për shembull pa martu. Te gjona fokën e vet. Po. Ka drejt me do me zgjidhën. Ata që të martu, ata kanë gabim për vete. Se prish familjen e paspori fëmijën e vet, kur të shet fëmijën e vet të do me të sa ajo është gabimi më i madh. Këto vajza që janë të reja, burrat martun që dalin? Këto vajza të reja këto janë pak edhe pe men me pak mungosh, po them drejt. Se këto vajza të reja për shembull janë pak ka lakmin të porët. Për sa na me shumica do të jetë pa martu, se shembull është porën ato. A ke po të ndorë vesh? A ke porë den hajt, do kry. Ajo zyna fa, më kur gjatë si kisha lon hiç. Se një grua ka të shashme në dershme, dhe më thonë gjitha punë të shtëpisë ja bon, e kënaj dhe më thonë që e vetë anë burr ka qef mi kry. Çfarë? Se ka për shembull shumë e kohë çika, shumë ndershme, i respektoj shumë atë të ndershme. Edhe ato që janë pa ndershme se jam gabim për vetë kanë. Aty mas po më jesin rrugë. Se aty ndoshta dalin sa të reja. Po nuk mënyrë që kanë më vloka aty. Nuk i jesin gjithë të reja, harroj këtë sport. Nuk i jesin të reja gjithë. Sa aty vesh porën e dojnë. Njërin që e dën dashni nuk e dën atë. Nuk e din çfarë dashnia. Aty vesh porën e dojnë, luksin. Kerë shtrejt, a ke po shumicën tash i ki, më shumë ki femna me kerë me X6 me X5 ça, se meshkuj. Ka i kanë bu aty. Nuk e ndëbunu parlament. Ka i kanë bu. Vetë ka i kanë bu aty. Po që me njerëz si kanë bo, me njerëz po me njerëz. Po çfarë njerëz aty të net kerën X6. Ti ardhurat. Edhe rot tani pa. Këtë çto gabimet e vetë kanë. Të dashnora. Po i dashnora po i si far bu sa kanë bu sa të vet. Që aty kanë gabimin e vet, se shembull ai bën ashta një herë. Shumë e bojnë kerën. Po aty në punim për as nuk më martu, as më familja. Aty doin luks, shkojnë, ai e po shumë ta shkojnë nëpër Kahmos, në Dubai. Nëpër këtë shtete të Evropës shkojnë. Po gabim për vetë kanë. Po që kjo mund shmang pak që të në lidhive të sigurta që s'po jesi. S'ka lidhje të sigurta, sot probleme këtë. Vesh porën ta kështu, vesh ta këshyr koletën dhe po aki porë. Çfarë fam në shtat kur ta këshyr koletën. Nuk ka s'po porë se po porë të ka dosht me zemër. E martu me ta. Ato kry nuk ta ka këshyr koletën, ta ka këshyr njerëz llakun, ta ka këshyr familje. Sot dashni famë s'ka një gotë ujë me ta qit. Mos të trejet harro këtë sport. Jo, vajza shtëpiake. Problem shumë problem është. Nëse tonë të tamon me tradita që është kështu vajzë shtëpisë. Po vajzë shtëpisë dhe me tamon familje me respektu. Çaj është. E sa vesh me dal një natë 2 rreth, a e zgjisen. A këto është dikon në burr në herë. E kom dosh ne kanë herë më vati, po se kom kismet. Para sa vitim? Po më shumë, 5-6 vjet. Sa e kon me to lidhje? Ja, një 5-6 muaj. 5-6 muaj. Po. Ai pishmon sa që si me to? Jo. Jo sa po gabimin se më rrito. Ka po gabim, po kuri? Edhe a ki dipsut dytë për gabimë? Ja, aja ka susoni jo. Aja ka gabim edhe ja po thorin që shtojnë këtë herë. Çe kishte tani me thonë gjithë femrave. Am na që sjellës me të respektueshme, inshallah që shtojnë e kanë fotën e mirë, apo aty që kanë veç luksin inshallah kur ha të bëhen. Aty që veç luksin, nuk e din 1%. Mu martu me kriju familja aty s'bon, a femna që ndeshme, që kanë familje, që bojnë familje, inshallah ja bezojt e tanat mirat. Na ki knaq. Faleminderit shumë për kohë. Respekt.